Universiteti i Gjakovës Fehmi Agani do të hapë së shpejti procesin e regjistrimit të studentëve të rinj për vitin akademik 2026-27 në programet studimore aktive. E për detajet e tjera na tregoi më shumë rektori Drilan Bunjaku. Vlenë që këtë vit akademik, Universiteti Fehmi Agani Gjakovë i ofron 11 programe studimi, ka një numër të madh rekord projekte me limit të universitetit, ku nxënësit të interesuarit mund të shletojnë faqen e universitetit edhe njëherë të informohen lidhur me programet që ofrojmë këtë vit. Kemi disa programe të reja që i inkurajoj të gjithë interesuarit të kyçen dhe të informohen më detajisht. Rektori Tutja tregoi për procedurat e aplikimit dhe numrin e studentëve që do të ndjekin studimet në universitet. Në fillimin e korrikut aty është ajo pjesa kur bëhet aplikimi online, janë procedurat administrative, edhe caktohet data e provimit pranues, varësisht të cilin e menaxhojnë njësitë akademike. Vlen që këtë vit akademik në total do t'i regjistrojmë 590 student. Kemi filluar tashmë komunikimet i kemi të përditshme që na kontaktojnë prej nxënësit të ndryshëm të interesuar për të ardhur të studiuar në Universitetin e Gjakovës. Kemi një rritje drastike të interesimit për të studiuar në universitet. Universiteti Fehmi Agani në Gjakovë do të mirëpres të gjithë maturantët me gjithsej 11 programe studimore, prej të cilave 8 programe në nivelin bachelor dhe 3 programe në nivelin master.